Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV. Në këtë rubrik, në fakt kushtuar VIP-ave shqiptar, kushtuar përditshmërisë dhe ngjarjeve më interesante që sjellin dhe krijojnë një dinamik. Emisioni Mirëmbrëma Yje, drejtuar nga Arbana Osmani, një moderatore në fakt që është duke bërë revolucion në medien shqiptare, natën e mbrëmshme e kishte në fokus Ben Blushin. Ben Blushi, ju e dini shumë mirë që ka patur dhe ne e dim që ka aktualisht një rol të rëndësishëm në televizionin Top Channel në këtë shtëpinë e madhe mediatike. Por deklarata e natës së mbrëmshme, që unë e kam laptopin përpara dhe këtu e kam deklaratën, solli në pa një lajm gjigant, le ta themi solli në pa një krisje. Ben Blushi ishte së fundmi i ftuar në programin Mirëmbrëma Yje me Arbana Osmanin, ku foli për promovimin e librit të tij më të ri. Gjatë intervistës, biseda mori një kthes të papritur teksa ata kujtuan eksperiencat e përbashkëta në Top Channel. Domethënë, në një moment Arbana i drejtohet Blushit me një pyetje të drejtë për drejtë, se cilin do të preferonte si drejtues të një formati reality, atë, Arbanën apo Ledion Liçon. Përgjigjja e Blushit solli surpriza dhe prapaskena të panjohura rreth edicionit të Big Brother VIP, duke deklaruar sigurisht që ty je më e mira për këtë format. Më vjen keq që nuk e prezanton Bigun, ata donin Ledionin, por unë nuk pranova. Vura veton për ty dhe nuk besoj se kam bërë gjën e duhur. Deklarata bëri me njëherë bujë në rrjetet sociale, duke hapur diskutime të shumta rreth vendimeve të marra në prapaskenat e televizionit. Do me thënë që Arbana Osmani ka qenë më herët pjesë, do me thënë ajo krisja e madhe që ndodhi në Big Brother, që unë nuk e besoj se ky lajmi do të na çon drejt fakti që Arbana Osmani do të jetë moderatore në Big Brother VIP Albania këtë vit. Arbana ka shkatruar komplet më raportet me topin dhe ajo që unë arrit të kuptoj është se Arbana së bashku me regjisorin në këtë rast Eduardin po bëjnë një luftë virtuale duke i ftuar personazhe të cilët në një rast kanë hatër mbetje me televizionin Top Channel. Tani, nuk do të thotë që kjo deklarata Arbana Osmanit do ta drejtojë Arbanën drejt Top Channelit, që të mos dezinformohet publiku. Por, në momentin që qen ka vendosur, ashtu si unë arrit ta kuptoj këtë deklaratë, Ledioni si moderator, Ben Blushi ka qenë kundër që Ledioni të udhëheq Big Brotherin. Ndoshta televizioni Top Channel ka parë që ka arritur suksesin e jashtëzakonshëm dhe ka dashur që gjërat e tyre t'i kanalizoj në drejtim të fitimit të tyre, në drejtim të interesit të tyre, në drejtim të bazës të tyre, dhe në këtë mes nuk ka asnjë gjë të keqe. Ç'të keqe ka? Se në fund të ditës secili lufton për interesin e vet. Por që ka patur një krisje dhe Arbana Osmani sot e kësaj dite mundohet ndoshta që këtë krisjen ta tregon nëpërmjet të ftuarve të saj, nëpërmjet të temës që ato diskutojnë, nëpërmjet gjërave që ato flasin, do me thënë është tepër e dukshme. Që duket që ka patur një mbledhje, në atë mbledhje është vendosur që Ledion Liço të jetë vazhdimi i moderimit në Big Brother dhe Arbana Osmani të ndërpret rrugtimin e saj në Big Brother aty, që jam i bindur që Sara dhe Lori mund t'i kenë dhënë një mundësi tjetër Arbanës, sepse ju dini shumë bukur që të paktën Sara kishte një shoqëri jashtëzakonisht të madhe me Arbana Osmanin, një shoqëri shumë të afërt, që sot e kësaj dite mendoj që shoqja më e mirë Arbanës nga televizioni Top Channel dhe nga i gjithë rrugtimi që ajo ka bërë në atë televizion, i ka mbetur mikja e saj e zemrës Xhemi Shehu, e vetmja ajo, ndërsa të tjerët siç duket tashmë kanë prishur raporte. Por dyshoj se ky edicioni Mirëmbrëma Yjeve, qofsha dhe i gabuar, më duket një edicion sikur dëshiron të flitet diçka, sikur dëshiron të thuhet diçka, dhe deklaratat e Ben Blushit natën e mbrëmshme ishin deklarata që dhan
kahje shumë të ndryshme të gjës. Unë mendoj që Arbana është okay, është ideale sepse e ka dhe vokalin, e ka dhe qëndrimin, është edhe më e përshtatshme për moderimin e Big Brotherit, por edhe Ledioni u pranua në formën më të bukur të publiku, sepse përdorte këtë pjesën e shakas, përdorte atë natyrën e tij të tipit që do me thënë nuk e kemi parë realisht tek moderatorët e tjerë në për televizionet shqiptare, por si që duket ajo shoqëria që ne ndëgjonim më përpara në për intervista nga Ana Arbanës, drejtuar televizionit Top Channel që thonte unë asnjëherë nuk mundem të haroj, si që duket që nga krisur krejt dhe tani në përmjet emisionit të saj tepër të suksesshëm Mjëmbrëma Yje, po goditen gjëra që nuk janë thënë më herët. Arbana nuk është një moderatore që në karrierën e saj përzgjedh që të bëj do me thënë analiza të ngjarjeve apo të godet me fjalë, por siç duket në mënyrë diplomatike, në mënyrë profesionale ajo ka përzgjedhur këtë rrugtim. Dua të marr mendimin tuaj, por me patjetër që nuk do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania 5 për moderim Arbana Osmanin, këtë asgjë nuk e diskutoj sepse tashmë Arbana ka nisur rrugtimin e saj dhe mendoj që nuk e ka në interes as pak për të qenë për të kthyer në një bumerang të njëjtë.